Në ishullin e mrekullueshëm të Zvërnecit, ku prej shekujsh gjendet manastiri i hirshëm i Fjetjes së Hylindëse së të Rëshënjtë, me bekimin e fortlumturisë së tij kryepiskopit të Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, Im Zot Joanit, në datat 11 deri në 18 korrik, u zhvillua kampi kombëtar Rilindja, me djem të moshës 10 deri në 13 vjeç, me temë Udhëtojmë me Krishtin. Mitropoliti i Fierit Im Zot Nikola, bashkë me episkopin e Amantias, Im Zot Ignatin, bashkëpërgjegjës të kampingjeve kombëtare të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, drejtimin e kampit ja besuan atë Spiro Kostolit si kryetar, Zotit Klajdi Dervishi si nënkryetar dhe një staf i kualifikuar me përvojë shumë vjeçare në menaxhimin e aktiviteteve rinore. Përshëndetje të dashur miq dhe ndjekës të Radios Ngjallja. Edhe këtë vit, me bekimin e kryepiskopit të Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, Im Zot Joanit, kisha jonë vijon me kampet verore për djem dhe vajza. Këtu gjendemi në kishën e Fjetjes së Hylindëses, në manastirin e hirshëm të Zvërnecit, ku po zhvillohet kampi i parë për djem, nga mosha 10 deri në 14 vjeç, dhe tema e kampit është Udhëtojmë me Krishtin. Kampet konsiderohen si shkollë verore, ashtu si që thoshte edhe kryepiskopi i lumur Anastas, ku gjatë këtyre ditëve ne përpiqemi që t'u transmetojmë dhe t'u japim mesazhe të rëndësishme shpirtërore fëmijëve që marrin pjesë në kamp, gjithashtu edhe të rritemi së bashku me Krishtin dhe të udhëtojmë me Krishtin nëpërmjet jetës së përditshme këtu në kamp, e cila përfshin lutje, argëtime, lojëra, plazh edhe shumë aktivitete të tjera edukuese, formuese dhe shpirtërore dhe argëtuese. Si që thash dhe më parë, tema e kampit është Udhëtojmë me Krishtin. Dhe këtë udhëtim shpirtëror neve e zhvilluam nëpërmjet trajtimit të disa temave të rëndësishme shpirtërore, të cilat u zhvilluan në kamp nga etër të kishës son, nga mitropoliti i Fierit Im Zot Nikola, nga episkopi i Amantias Im Zot Ignati, të cilët edhe i falenderojmë për mbështetjen e tyre të madhe, që kanë dhënë për mbarvajtjen e kampeve të kishës son, gjithashtu edhe nga profesorët e Fakultetit të Teologjisë, profesor Dimitër Qosja dhe profesor Thoma Çomani, të cilët mbajtën referate për sa i përket shkrimit të shenjtë, traditës së shenjtë të kishës son, mistereve të shenjta të kishës, simbolit të besimit që është kushtetuta e kishës son, si edhe familjes së krishterë, ashtu siç na e ka zbuluar Perëndia në Bibël, në shkrimin e shenjtë, dhe ashtu siç duhet ta ruaj çdo fëmijë në zemrën dhe në shpirtin e tij. Të gjitha këto tema na kanë ndihmuar që ne të udhëtojmë bashkë me Krishtin drejt shenjtërimit, drejt bekimit dhe për të bërë një shoqëri akoma edhe më të mirë. Të gjitha këto tema na kanë ndihmuar ne që të rritemi shpirtërisht bashkë me Krishtin, të udhëtojmë me të drejt shenjtërimit dhe të bëhemi faktor në familjet tona, në shoqërinë tonë, në ambientin ku jetojmë, edhe për shoqërinë më gjerë. Misioni i një kampi të kishës nuk është vetëm argëtimi, ajo është një pjesë e programit të këtij kampi, por misioni kryesor është që neve t'i ofrojmë këta të rinj, këta fëmijë me Krishtin, edhe t'i bashkojmë me Krishtin më shumë, edhe të krijojmë njerëz të cilët nesër do të kenë një identitet edhe një ndërgjegje të formatuar edhe të përcaktuar sipas frymës edhe traditës së shenjtë të kishës son ortodokse. Në gjithë këto breza, kisha ka zhvilluar kampe dhe ajo që më bën të gëzohem në mënyrë të veçantë është se shumë vite më parë ata që vinin dhe ishin pjesë e këtyre kampeve të kishës, duke parë benefitet shpirtërore që ofron ky kamp, sot
kanë krijuar familjet e tyre dhe sjellin fëmijët e tyre në këtë kamp në mënyrë që të shijojnë edhe ata frytet e këtij kampi. Edhe një herë në mbyllje të kësaj përshëndetjeje, dua të uroj të gjithë pjesëmarrësit në këtë kamping, të gjithë fëmijët, që Zoti t'i bekojë dhe të kalojnë ditë sa më të gëzueshme me hirin e Zotit dhe me dashuri për Zotin edhe për njëri tjetrin. Ju faleminderit. Një nga momentet më të rëndësishme dhe më të bukura të kampit, pas një periudhe parapërgatitore katekizmi, ishte pagëzimi i 5 fëmijëve nga metropoliti i Fierit, Imzot Nikolla. E Zotit është gjithmonë një kënaqësi e madhe që ne ndodhemi këtu në manastirin e Zvërnecit dhe siç e theksoi aq bukur dhe kryetari i kampit tonë, Nat Spiro Kostoli, që ky kamp është edhe një shkollë për të gjithë njerëzit, edhe për ne që jemi drejtues, por edhe për fëmijët që vijnë. Pasi këtu ne mirëpresim fëmijë nga shumë rrethe, nga shumë fshatra, të cilët kanë botën e tyre, të cilët kanë këndvështrimet e tyre për Zotin, të cilët kanë përjetimet e tyre si e shohin kishën. Dhe kjo për ne është një kënaqësi, por është edhe një sfidë në krau tjetër, sepse duhet përpiqemi që këtyre fëmijëve ne do t'i flasim dhe për Perëndin, t'i flasim për Zotin. T'ia bëjmë atyre të qartë fjalën e Zotit, t'ia bëjmë atyre sa më të prekshme Perëndin. Dhe ndër të tjerat, një nga pjesët e udhëtimit ton drejt Krishtit, që është dhe tema e kampit ton, është dhe katekumenet, do të thënë predikimi dhe katekizmi për katekumenët. Pata bekimin këtë vit nga Atë Spiro që të kemë përgjegjësinë e katekumenëve dhe arrita me ta të bisedonin, të flisin për besimin, të flisin për Krishtin dhe midis tyre arritëm që edhe sot me hirin e Zotit të pagëzoshin 5 persona, të cilëve u dhan emrat e tyre të krishterë, që të kishin dhe shembullin e një personi dhe një shenjtori për të ndjekur në jetën e tyre. Ndër të tjera, udhëtimi në Krishtin ndodh edhe në shërbesat kishtare, në mëngjesore, në mbrëmësore, në pasdarkë. Ne përpiqemi dhe kemi ngritur dhe një korë të vogël, të cilët vetë fëmijët në zërin e tyre i psalin Perëndis, lavdërojnë Zotin dhe bëjnë sa më të prekshme edhe himnologjinë e shenjtë. Dhe udhëtimi shpirtëror vazhdon edhe në mend, nga ku patëm mundësinë të krijojmë edhe një këngë në të cilën ne të përmbledhim mesazhin e kampit tonë. Dhe pikërisht këngë nga u quajmë me Krishtin. Futëm brenda elementin popullor të muzikës, futëm brenda esencën e teologjisë, që nëpërmjet këtyre dy gjërave ne të prekim pak tek fëmijët, tek mendja e fëmijëve dhe tek zemra e tyre mesazhin e Krishtit dhe të bëjmë më të njohur atë që ne duam të përcjellim tek ta. Shpresojmë që fëmijët kur të largohen nga këtu të kenë kujtimet më të mira, të marrin nga këtu gjërat më të mira dhe mbi të gjitha të mbarin dhe Krishtin në zemrën e tyre. Në mes, gjatë vakteve të mëngjesit, drekës dhe darkës, fëmijët këndojnë këngë të krishtera dhe popullore, duke trashëguar në këtë mënyrë vlerat e trashëgimit son, shpirtërore dhe kulturore. Një nga aktivitetet më tërheqëse dhe argëtuese për fëmijët janë lojrat e ndryshme që zhvillohen me shumë pasion, përkushtim dhe dëshirë, si nga fëmijët, ashtu edhe nga stafi i kampit. Futboll, shah, domino dhe ping-pong ishin disa nga kampionatet që u zhvilluan
duke mbajtur gjallë frymën e bashkëpunimit në grup. Përshëndetje, unë jam Gjergji, vi nga qyteti Korçës. Ky është manastiri Fjetjes së Hylindësës dhe këtu bëhet kampi në Zvërnec për djem. Këtu ne bëjmë shumë aktivitete, bëjmë te kampionate për lojra të ndryshme. Këtu unë po kënaqem shumë. Kemi mësuar shumë gjëra të reja për kishën, kemi bërë lutje dhe shumë aktivitete siç e thash më parë. Kemi kampionat për domino, për fshah, për futboll e të tjera. Këtu ne po kalojmë shumë mirë. Është një nga kampet më të bukura që unë kam shkuar. Unë quhem Arenc Manati, jam nga Lushnja, edhe unë kam ardhur është era e tretë për këtë vit për kampin e parë për mua, edhe falenderoj gjithë kampit që më kanë ndihmuar mua që të vi këtu. Mua në aktivitetet që më ka pëlqyer më shumë është futbolli dhe ping-pongu. Faleminderit. Unë jam Luka Dimroci, vi nga Tirana dhe kam ardhur te ky kamp i organizuar nga Kisha Ortodokse për të mësuar më shumë për Krishtin, për të lutur dhe për të argëtuar me olimpiada që zhvillohen dhe me lojrat. Në këtë kamp ne luajmë futboll, ikim në plazh gjatë ditës dhe bëjmë kampionate. Unë dua që të gjithë moshatarët e mi të vinë në këtë kamp, sepse në këtë kamp mëson më shumë për Zotin dhe luajmë, argëtohemi. Gjithashtu, unë dua të gjithë moshatarët e mi që të vinë në këtë kamp, sepse është një kamp që është shumë e bukur. Përshëndetje, jam Dionis Benkea, jam 13 vjeç dhe vi nga Durrësi dhe është era ime e tretë në kamp. Mua më pëlqen të vi këtu dhe do vi vazhdimisht, sepse këtu kryhen shërbesa kishtare dhe ka predikime që na mësojnë më shumë për kishën. Kam kënaqësi të vi këtu sepse në të njëjtën kohë socializoj me të tjerë dhe bëj shok të rinj dhe gjithashtu ka aktivitete dhe lojra të ndryshme që ne mund të gëzohemi. Gjithashtu ne edhe këndojmë, edhe luajmë me të tjerët. Gjithashtu edhe puna e dorës, që drejtohej me shumë durim dhe përkushtim nga Atë Serafimi, ishte një nga aktivitetet që mbushnin programin ditor të kampit tonë. Udhëtimi me Krishtin drejt shenjtërimit mbushte pasditet e fëmijëve me referate të ndryshme nga drejtuesit e kampit, si dhe të ftuar të veçantë. Tema të tilla si Bibla, tradita e shenjtë, misteret e kishës sonë, simboli i besimit dhe familja e krishterë përballë sfidave të kohës së sotme, ndihmuan fëmijët që të kuptojnë më shumë rreth besimit dhe traditave tona të krishtera. Dita në kamp fillon dhe mbaron duke falenderuar Perëndin për të gjitha bekimet dhe mirëbërjet e dukshme dhe të padukshme që na ofron çdo ditë. Lutjet mbushin shpirtrat dhe zemrat e fëmijëve me hir dhe gëzim që reflektohet edhe në fytyrat e tyre. Përshëndetje miq dhe ndjekës të Radios Ngjallja. Ndodhemi në një manastir dhe në një vend të bekuar në ishullin e Zvërnecit, në kishën e Fjetjes së Shërmarisë, ku aktualisht po zhvillohet dhe kampi i parë i djemve me temë Udhëtojmë me Krishtin. Në këtë kamp janë regjistruar 60 fëmijë të cilët vinë nga mitropoli të ndryshme e Tiranës, Korçës, Beratit, Fierit dhe Elbasanit. Një statistikë që dua ta ndaj me ndjekësit edhe me gjithë ata që po shikojnë këtë video është që pothuajse gjysma e pjesëmarrësve aktiv në këtë kamp janë për herë të parë dhe kjo është një bekim dhe një mundësi për këta fëmijë që të shohin më nga afër dhe të njohin më nga afër apo të përjetojnë nga afër mësimet dhe jetën shpirtërore që zhvillohet dhe që
jepet nga Kisha Ortodokse. Aktivitetet janë të ndryshme dhe të larmishme. Programi fillon me një shërbes në mëngjes, e cila është shërbesa e mëngjesorës, më pas vazhdojnë takimet shpirtërore me grupet e caktuara, plazh, këngë të ndryshme, lojra dhe kampionate të ndryshme sportive, referate, apo dhe shërbesa të tjera të cilat sipas nevojës dhe sipas dëshirës së kampistëve. Ajo që vlen të theksojmë është që kemi filluar një udhtim duke pasur parasysh dhe temën e kampit, të cilët bashkë me stafin që dua ta falenderoj shumë për gatishmërinë, për punën e tyre të palodhur dhe për vëmendjen e tyre gjatë gjithë këtyre ditëve ndaj fëmijëve, por jo vetëm, por ndaj gjithë këtij vendit mrekullueshëm dhe me plot turistë, të cilët kanë bërë të mundur që këtë udhtim të nisur së bashku me bekimin e Perëndis të arrijmë në fund dhe ta finalizojmë ashtu siç duhet. Faleminderit të gjithëve dhe ju uroj një kamp të mbar dhe një verë të bekuar. Çdo ditë në dhomë zhvillohet studimi biblik. Në fund të kampit u krye edhe një olimpiadë me pyetje rreth emrave të grupeve që këtë vit mbajtën emrat e të kremtëve zotërore të Krishtlindjes, i Papandis, Pagëzimit, Metamorfozës, Ngjalljes, Analipsit dhe Pentikostis. Një aktivitet shumë argëtues që amplifikoi punën në grup dhe shpirtin e garës ishin lojrat olimpike, të cilat i dhanë një atmosferë shumë të veçantë kampit tonë. Me hirin e Perëndis Triadik, me bekimin e kryepiskopit Joan dhe me punën e palodhur të një stafi të përkushtuar, arritëm në fund të kampit për djem me temë Udhëtoj me Krishtin. Lutjet, këngët, krijimet, lojrat dhe të gjitha aktivitetet lanë mbresa dhe kujtime të paharruara te fëmijët. Njohjet që krijuan, marrëdhëniet që ndërtuan, përvojat që ndan me njëri tjetrin, ndihmuan në udhëtimin e tyre dhe tonin njëkohësisht drejt Krishtit. Shihemi vitin tjetër.